الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا مصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بالإحسان إلى يوم الدين. Falënderimet për pasën të Allahut madhëruar, vetëm Allahun falënderojmë dhe vetëm për Allahun tim kërkojmë. Elusim Allahun e madhëruar mëshiruesi të na falë gjunat dhe gabimet tona. Dhe elusim Allahun e madhëruar mbrojtësin e besimtarëve, mikun e besimtarëve, të na ruajë nga të këqijat e vetëve tona, të këqijat e punëve tona. Atë njeri që Allahu i madhëruar e humbi nga rrugë, e udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humb nga ajo rrugë. Dhe atë njeri që Allahu i madhëruar e humbi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij, nuk ka kush që ta udhëzojë nga rikthehej në rrugën e vërtetë, në rrugën e drejtë përveç tij. Udhëzimi është vetëm nga Allahu i madhëruar, Allahu që i cili udhëzon dhe i cili i humb njerëzit për shkak të veprave të tyre. Për shkak të asaj që ka në zemrat e tyre. Nëse në zemrën e njeriu ka mirësi dhe sinqeritet, Allahu do ta udhëzojë tek e mira, dhe nëse në zemrën e njeriu ka jo sinqeritet, jo pastërti, ka të keqen, atëherë keq shkak që Allahu të devijojë zemrën e tij, zemrën e tyre, dhe Allahu thotë në Kur'an, dhe zemrat e tyre devijuan, dhe Allahu i devijoi më pas zemrat e tyre. Të dashur vëllezër, në shmëret e karojmë se i vetmi i cili meriton të adhurohet të drejtë është Allahu i madhëruar, i vetëm dhe i pashoft, dhe se Muhamedi alayhis salam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Thotë Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar, o të cilët keni besuar, keni frikë Allahut, keni frikë të vërtetë, dhe mos disni ndryshe dhe si besimtar, veç si besimtar musliman, nëse dëshironi të shpëtoni në të botën e botën tjetër. Gjithashtu thotë Allahu i madhëruar, o ju njerëz, keni frikë Allahun e madhëruar Zotin tuaj, i cili krijoi ju prej njeriu të vetëm, dhe prej tij krijoi shoqin e tij, dhe prej tyre dyve krijoi njerëz, pa burra e gra shumë. O ju njerëz, keni frikë Allahun me emrin të cilin ju përvetoheni, dhe mbani ditët parafisnore, dhe dijeni se Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Të dashur vëllezër, gëzohem ku përvija tani që përvija nga shtëpia ime nga Elbasan për të më përfshesh. Rrugës shikoj vizitarë të ndryshëm nga anë të ndryshme që afroheshin në xhamitë aty, në ato xhami që ato kishin zgjedhur për të falur xhumat. Gra, burra, pleq, të ri, me makina, në këmbë. Alhamdulillah, kur drejtohen besimtarët në vendin e faljes së xhamit, ka një bukurit në qatë, gjithmonë më tërkesh. Së mosu kur isha pra të kam jetuar i këtë qatë në Medine, në xhamit e profesorëve, djetë në tepër kjo se nomi është numëri madh, në ditën e xumas i shikon besimtarë që mblidhen, grumbullohen në të gjitha dyert e xhamis, grupe, turma, dhe kjo pame në vërtet të tërheq, dhe të magjes, dhe të knaqëzën. Elus Allahun e madhëruar të shtojë besimtarët musliman, të udhëzojë njerëzit në rrugën e drejtë, në rrugën e vërtetë, dhe u mbush në xhamit sa më shumë, se xhamit janë vendet më të mira që i japin njeriu edukimin e mirë, edukimin e saktë, e udhëzojnë tek e mira dhe tek e drejta. Të dashur vëllezër, sot për ju kam zgjedhur të flas vetë agjërimit, përderisa agjërimi i Ramazanit po afrohet, gati dhe një javë dhe ne hymë në muajin e Ramazanit, në muajin e agjërimit, në të muaj madhështor, në muajin të cilin Allahu i madhëruar zbriti Kur'anin famlar, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Allahu i madhëruar, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaji Ramazanit, dijeni o njerëz, është muaji në të cilin Allahu i madhëruar zbriti fjalën e tij, fjalën më të mirë, fjalën përmbledhëse të gjithë librave,
Kurani këndar. Në të muaj, ka hudal linnas wa bayinatin min al-huda wal furqan. Në të muaj, ka udhëzim, në të libër gjithashtu ka udhëzim për njerëzit. Ka qartësime të shështjeve, ka dije të saktë, në me të cilës njeriu dallon të mirën nga e keqja, në vërtetën nga e kota. Agjërimi i muajit Ramazanit është detyrë, është nga shtyllat e Islamit. Çdo kush që i thot vetes se ti musliman, e ka detyrë të agjërojë muajin e Ramazanit. Muaji i Ramazanit është muaji më i mirë ndër tërë muajt e tjerë. Në këtë muaj gjendet nata e 4, nata në të cilën është zbritur Kurani. Nata e 4 është nata më e mirë. Kush e agjëroi muajin e Ramazanit duke besuar në shpërblimin që Allahu ka përgatitur për agjëruesit, duke besuar në detyrshmërinë e agjërimit të muajit të Ramazanit, duke llogaritur shpërblimin që Allahu i madhëruar i ka premtuar agjëruesve, do t'i falen gjunahet e kaluara. Do t'i falen gjunahet e kaluara. Ato gjunahet që janë shkak për devijimin e shkatërimin e njeriu të shoqërive. Allahu i madhëruar ka caktuar sezone, kohëra të bekata, në të cilat ka ligjësuar adhurime madhështore, nëpërmjet të cilave Allahu i madhëruar i fal robët e tij dhe i mëshirë. Thot Allahu i madhëruar në ajetin kuranor, të cilin tregon se agjërimi është detyrë mbi besimtarët, mbi muslimanët, thot: O ju të cilët keni besuar, ja ejuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju të cilët keni besuar, ju është bërë detyrë juve agjërimi i Ramazanit. Siç ishte bërë detyrë popujve para jush, në mënyrë që ju të arrini të devotshmërinë, në mënyrë që ju të jeni të devotshëm, në mënyrë që ju të fitoni devotshmërinë dhe të jeni të devotshëm tek Allahu i madhëruar. Thot profeti sallallahu në hadithin e thënën e tij, ku tregon se agjërimi i Ramazanit është detyrë dhe është nga shtyllat e Islamit. Është ndërtuar Islami në 5 shtylla. Në dëshminë se i vetmi i cili meriton të adhurohet të drejtë është Allahu i madhëruar, dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguar i Allahut në faljen e 5 namazet. Jo vetëm xhumas, 5 namazet. Në agjërimin e Ramazanit, në dhënien e zakatit dhe në shkuarjen në haxh për atë shkatës. Prandaj, agjërimi është detyrë. Është detyrë për çdo musliman, që ka arritur moshën e kekurisë. Është i logjikshëm. Ka mundësi. Pra, shëndeti i tij i lejon të agjërojë. Ka mundësi dhe është i liruar nga pengesat. Dhe kjo është për atë i cili është udhëtar, pra udhëtimi është një nga arsyet që i lejon njeriu të mos agjërojë, ose është liruar nga pengesat dhe pemesat, e ka qëllimin për gruan e cila është në periodat ose lehon. Nuk e ka detyrë agjërimin, jo vetëm se ka detyrë, por nëse agjëron nuk i pranohet. Dhe i sëmuri në pas dhe marrë inshallah,
dhe gruaja që është që të konsiderohet e sëmur, lehon ose në perioda, e zëmëson ato ditë që ka lënë pa agjëruar më pas në ditët që ka mundësi. Dhe mosha e pekurisë arrihet në disa shenja. Kur personi mbush 15 vjeç, kur i dalin qimet rreth vendeve gjenitale intime, dhe kur del, kur fillon të del nga organi gjenital sperma, ose kur shpreh tek femra periodat, është shenja kur personi ka arritur moshën e pubertetit. Por është e përqyeshme të nxitet fëmia që ka mundësi dhe agjërimi nuk e dëmton të nxitet të agjërojë edhe nëse nuk ka arritur moshën e pekurisë. Dhe tek ai cili konsiderohet i pamundshëm, hyn dhe i moshuari, i cili ka një moshë, pra të moshme, që nuk mund të agjërojë, ose ai cili është i moshuar dhe i ka ikur, pra kujtesa dhe nuk i përsëriton më gjërat, i dalloj më gjërat, ky person, sikurse ai cili është i shmendur, i palogjikshëm, nuk e ka detyrë agjërimin, këta as nuk agjërojnë në person më pas, dhe as nuk shpatojnë dhe nuk e shlyejnë me ushqime të varfër. Agjërimi është detyrë thamë për çdo musliman dhe nuk është detyrë prej jo besimtarit. Do të thotë që nëse jo besimtari që nuk ka pranuar Islamin nëse agjeron, nuk i pranohet agjërimi, pa pranuar ai shahadetin. Nëse ai nuk pranon shahadetin, nuk e pranon Islamin si vetë, atëherë agjërimi i tij është i pranuar. Por se kjo nuk do të thotë që jo besimtarët, jo muslimanët nuk do merren rrota llogari për ato detyra që Allahu i ka dhënë detyrë. Prej adhurimeve si namazi, agjërimi, zekat. Por nëse një besimtar dëshiron të agjërojë, nga urtësia jo nuk e themi mos agjërojë. Nëse ai është dashamirës, është afër Islamit. Ne nuk e ndalojmë nga agjërimi. Dhe jo mirë i themi agjërimi jo spranohet. Pra ti duhet pranosh Islamin, pastaj të agjërosh. Po ka forma të ndryshme të tjera që ne mundemi ti pra taftojmë të person në mënyrë që ai të fillojë të agjërojë shumë rëndësishme. Që parë është dëshmia e shahadetit, pranimi i shahadetit, pranimi i fesë, pastaj tani po pas tek detyrat e tjera. Sepse është e papranuar që personi të agjërojë, pra çdo agjërim, çdo punë e mirë nuk pranohet nëse personi nuk ka pranuar besimin dhe fen. Por se Allahu i mëdhëruar çdo kohë që punon punë të mira, e shpërblen për atë punë të mirë në këtë dynjë. Atë që nuk është besimtar, nuk e shpërblen kurse me shpërblimin e tij në ahiret, me xhenetin e tij. Disa gjykime që lidhen me agjërimin e të smurit. Të dashur vëllezër, sëmundja ndahet në dy lloje. Sëmundje e cila shpresohet që shërohesh për saj. Sëmundje e cila shpresohet që shërohesh për saj. Atëherë ky person i lejohet të mos agjërojë. Nëse sëmundja e tij është në atë gjendje sa e dëmton agjërimi shëndetin e tij, e përkeqëson. Rasti i parë, ndalohet agjërimi, është haram të agjërosh, pra atë smur i cili nëse ai agjëron, e përkeqëson shëndetin e tij.
Rasti I dytë është kur sëmundja nuk e përkeqëson shëndetin, por e rëndon personin në smur. E rëndon dhe e bën që të vuajë. E vën në vështirësi. Atëherë, agjërimi për të person të smur është I papëlqyeshëm, sepse ka lënë atë që Allahu e ka dhënë si lehtësi. Dhe ka thënë profeti sallallahu Allahu dëshiron për jush t'i veproni lehtësimet që ka lejuar për ju, ashtu qysh ai do të veproni detyrat që ka bërë detyrë mbi ju. Allahu I madhëruar, kur e lehtëson diçka për robin, e jep si lehtësi, atëherë Allahu dëshiron që robi ta praktikojë të lehtësinë. Sigur se dëshiron që ta veprosh detyrën dhe urën e tij kur ai udhëron për një detyrë. Prandaj është papëlqyeshme të agjërosh nëse ky agjërim të jep vështirësi dhe të rëndon. Të bën që të buash. Por se ta për rastin e parë, nëse agjërimi shkakton përkeqësinë të sëmundjes, atëherë është të rënduar. Rasti I tretë kur agjërimi të sëmurit nuk e dëmton, pra nuk e përkeqëson shëndetin e tij, dhe as nuk e dëmton, dhe as nuk e bën që të vuajë. Një lloj sëmundje, ai është I smur, por se ai mund të agjërojë, pra nuk është se pa agjërojë do dëmtohet, ose pa agjërojë do ketë në vështirësi. Atëherë te dietar për të më e mira është ta agjërojë. Më e mira është ta agjërojë në mënyrë që të mos humbi mirësinë e agjërimit në ditët e Ramazanit. Ndërsa gjendja e dytë, kategoria e dytë, e atij sëmuri që ka një sëmundje që nuk shpresohet shërimi I saj. Por është logjikshëm. Përderisa njeriu është gjallë dhe I logjikshëm e ka detyrë agjërimin. Nëse ka një sëmundje e cila e pengon të agjërojë, gjithashtu. Pra, është sëmundje që nuk shërohet, pra ka thënë njerëzit që nuk ka shërim. Gjithashtu, kushti I dytë është që nëse ky agjëron, e përkeqëson sëmundjen dhe dëmton shëndetin, atëherë ky person nuk e ka detyrë agjërimin. Përderisa ai është në gjendje e sëmur. Por se për çdo ditë duhet të ushqej një të varfër. Mund ta bëj këtë në fillim të Ramazanit, në mes ose në fund. Mund ta bëj të marrë 30 vjet. Ose të çaj të së Ramazanit, ti marrë 20 ose 30 vjet të varfër, ti ushqej në një shumë tarë. Ose një person të vetëm t'i japi ushqim për 30 ditë. Një vakt të plot që është I bollshëm për një person, sipas zakonit të vendit të tij. Kush quhet një vakt I plot normal. Gjithashtu, gjykimet që vinë për udhëtarin. Udhëtimet ndahen në dy lloje. Ka udhëtim që personi udhton se ka nevojë të udhtojë për diçka, ose ka dëshirë të udhtojë në një vend për një vizitë ose për një nevojë të ndryshme, familjare, tregtie e tjera. Puna, dhe ka udhëtim që ka stile personi do të udhtojë që mos agjërojë. Me udhëtimin do të agjërojë. Sa? Shpër shlovje. Edhe me udhëtim që mos agjërojë. Shlovje pra. Ti personi nuk e do ta qejë agjërimin. Dhe nëse e qenë në gjymajqar, dhe do ta kompensoj ditën që ka qejur. Ka prishur. Ai personi I cili udhton me arsye të saktë, normale, do të pranuar, pa përhile, atëherë ky person ndahet në 3 gjendje, pra ky udhëtar. Nëse udhëtimi I tij e rëndon shumë, e si letosh shumë, I jep shumë vështirësi.
e ka të kaluar agjërimin në udhtim. Nëse udhtimi i tij nuk e sekretos shumë, as nuk e shumë përshërsi, po ja pak. E ka të papërfshirë agjërimin. Njëta arsye që bëjmë për të smurin, sepse ka lënë lehtësimi që Allahu e ka lejuar. Dhe gjendja e tretë është nëse udhtimi i tij është në avion për shembull, gjysmë ore, një orë deri në Bari, a një vend tjetër, edhe ka kërhashëm, po s'ka gjë të thotë. Nuk ka, as jo dhe lodhje, as jo dhe shqetësime, as jo dhe shqetësime. Atëherë më e mira për këtë person është ta agjëroj që mos të humbi agjërimin në ditët e bekatat të Ramazanit. Këto janë disa dispozita në lidhje me agjërimin, në lidhje me të sumurin, në lidhje me udhëtarin, e lutem Allahun e mëdhëruar të na mundsoj të arrijmë Ramazanin me iman dhe shëndet, e lutem Allahun e mëdhëruar të agjëroj të Ramazan me dëshirë të madhe, të përmalluar këtë agjërim, me sinqeritet tek Allahu i mëdhëruar, duke llogaritur shpërblimin e tij, duke shpresuar shpërblimin e Allahut ditën e gjykimit. Dhe për agjëruesi ka dy gëzime. Një gëzim për e shëll agjërimin. Gëzohet se Allahu i mëdhëruar i mundsoi agjërimin as e tij. Gëzohet se Allahu i mëdhëruar me të mirat e tij i mundsoi ta çelë agjërimin. Gëzohet gjithashtu gëzimi i dytë, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dhe gëzimi i dytë është kur ai të takojë Zotin e tij, sepse ai beson se Zoti i tij bujar dhe i mëshirshëm dhe i mirë ka përgatitur një shpërblim të paimagjinoshëm, të pallogaritje për agjëruesin dhe gjithmonë gëzohet në agjërimin e tij. Të dashur vëllezër, agjërimi nuk është vuajtje, nuk është mundim, nuk është përthitje, nuk është gjendje emocionale jo e mirë. Gjatë agjërimit, agjërimi është adhurimet më të bukur. Është sakrificë që ti e bën për Allahun e madhëruar, dhe Allahu nuk ka nevojë për sakrificën tonë, as na mundoj, por sa Allahu dëshiron të na edukojë nefset tona shqipër tonë, la'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të arrini të bashkërinë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet përkasin vetëm Allahut të madhëruar, pa që Allahu dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin tonë Muhammed alayhis salam, mbi familjen e nderuar, mbi shokët e besnik dhe mbi çdo besimtar i cili ke rrugën profetike deri në ditën e fundit. Amin. Të dashur vëllezër, agjërimi është përkthyer në vitin e dytë të Hijretit dhe Biblit. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka agjëruar 9 Ramazan. Gjithashtu në lidhje me dispozitat duhet të dimë se cilat janë ato gjëra që e prishin agjërimin. Ato që e prishin agjërimin janë e para marrëdhëniet intime në ditët e Ramazanit. Dhe kjo është nga prishjet më të rënda që kërkon shpagim shumë të rëndë. Kush prish agjërimin e tij duke bërë marrëdhënie intime, ky person ka si shpagim të lirojë një rob nëse gjonte, dhe kjo sot kohë tona është pa mundur, të agjërojë 2 muaj radhësi, ose nëse s'ka mundësi, të ushqejë 6 ditë në varë. Kjo është pra e para që nga gjërat që prishin agjërimin. E dyta është ngrënia dhe pirja, që futet nëpërmjet gojës ose mundës. Çdo gjë që është në gjykimin e ngrënies dhe pirjes, që ushqen trupin dhe futet nëpërmjet gojës dhe mundës, me qëllim, me dije të plot, pa qenë të detyruar, atëherë dhe i ndëshëm, atëherë agjërimi është i prishur.
Lejohet injekcionet që janë jo ushqyese, qoftë në damar apo në muskuj. Nuk lejohen injekcionet serume që janë ushqyese që e ndihmojnë trupin dhe kanë të zëvendësojnë ushqimin për njeriu. Gjithashtu nga gjërat që e prishin agjërimin është nxjerrja e gjakut, hijamja ose dhurimi i gjakut për ditë. E sakta është që nëse personi nxjerr gjakut, merret me hijab shumë, ai sa do të sot trupin e tij, atëherë agjërimi i tij është i prishur. Por se lejohet nëse masa e tij është e pakët, ai sa ka për shumë për analizë. Gjithashtu, nga ato që e prishin agjërimin, është të vjedhurat me qëllim. Nëse personi vjedh me qëllim, i prishet agjërimi i tij. Gjithashtu, agjërimi prishet nëse del prej organit, pra sperma, në çdo lloj forme tjetër, pra përveç marrëdhënies, në çdo lloj provokimi tjetër që e bën personi me qëllim. Vetë fërkimet, puthjet, shtrëngimet nuk janë, nëse nuk del lëngu, nuk janë shkak për prishjen e agjërimit, por nëse del dhe e ke provokuar gjendjen, situatën, atëherë prishet agjërimi. Por nëse në gjumë pa vetdijen tënde vëren diçka, atëherë agjërimi jot është i saktë. Gjithashtu, nëse në agjërimin e femrës muslimane, në mes të ditës zbresin për periodat, atëherë agjërimi i saj prishet, ose vjen lehonia, gjithashtu agjërimi i saj është i prishur. Çdo nga këto gjëra që përmend nga prishja e agjërimit, nuk e prishin agjërimin nëse ato bëhen nga patia, për nga patia e gjykimit, pra nuk e ditë personi që kjo e prish agjërimin, po e bën, ose nga patia e kohës, ka persona që nuk se pyrë hajnë, vazhdon të hajnë mendimin se ka kohë, ose ka nga tyre që e qilin agjërimin para akşamit me mendimin se hyri koha u projektuar tjetër. Dhe kur ja mëson atij që ka akoma kohë, pra akoma nuk ka hyrë koha për ta çelur, atëherë ai banohet më njëherë dhe agjërimi i tij është saktë. E dyta është të jetë i vetëdijshëm, pra ta bëjmë me qëllim dhe të jetë për kujtesë që është agjërues. Ka njerëz që harrojnë që është agjërues. Shikoni goturi freskët, diçka një ushqim, të ta provoj pak. Dhe nëse ne provon, e pi, dhe dikush kujton, atëherë do të ndahet me njëherë, por se për pjesën që ai piu është i falur nga Allahu i Madhëruar, jo vetëm i falur, por Allahu e ka shërasur atë me pije nga ai. Gjithashtu, është justifikuar ai i cili detyrohet, shumë të kohën e komunizmit, dikush ishte agjërues thosh hajde pije. Dhe ai nuk spinte ose sa të ndë kur, ose çka tjetër më të rëndë. Atëherë personi nëse e pinte, ose anë diçka vazhdon agjërimin e tij dhe nuk prish agjërimin nëse personi detyrohet ta prishi agjërimin nga dikush që ai friksohet se mos e dëmton me vërtet. Nga urësia e agjërimit të ndura vlezër se çdo adhurim, çdo dispozit që Allahu ka vendosur ka urësi në të. Nga emrat e Allahut të Madhëruar është i urtë. Dhe prej këtij emri del cilësia e tij që është urtësia, urtësia, el-hikma. Dhe urtësi është i përsosur çështën në një tësi. Ti përsosur çështën në një tësi. Ti vendosur çështën në vendin e saj që ajo ka. Një nga urtësitë më të mëdha të agjërimit është afrimi tek Allahu i Madhëruar. Besimtari nëpërmjet agjërimit kërkon të afrohet tek Allahu i Madhëruar. Kërkon të arrijë dashurinë e tij, duke
i dhënë përparësi asaj që Allahu do për atë person. Allahu i madhëruar e ka bërë të natyrshëm të anojnë dhe kujtuan ushqimet, pijet, marrëdhëniet e tina, por se në një kohë të caktuar, në një muaj, në disa orë të caktuara e kanë ndaluar, e kanë bërë haram. Dhe Allahu i madhëruar dëshiron që robi i tij të afrohet tek ai. Dhe nëse të afrohemi tek Allahu, Allahu afrohet tek ne më shumë. Dhe Allahu i madhëruar dëshiron që të afrohemi tek ai dhe të arrijmë dashurinë e tij. Dhe kjo është, ose ky është një nga qëllimet më të bukura të rëndësishme të agjerimit. Qëllimi i dytë është të arrijmë devotshmërinë. Dhe te përfitojmë tek ai kur Allahu thotë la'allakum tattaqun, ju shpërt të tyre nga agjerimi, sikur si ju shpërt të tyre popujve që ishin para jush në mënyrë të arrijnë devotshmërinë. Pra, Allah i madhëruar dëshiron që njeriu të arrijë devotshmërinë, të ndalet nga dalesat dhe të bindet udhëresave të Allahut të madhëruar. Dhe nga format që njeriu e shtyt të jetë prej atyre është agjerimi, sepse agjerimi në vetvete është një adhurim që përmban zbatim të urdhëresave dhe dalim në ndalesat. Dhe përkufizimin e devotshmërisë është të zbatosh detyrat që Allahu i madhëruar ka vepruar, duke shpresuar shpërblimin e tij dhe të ndalesh nga ndalesat, nga haramet që Allahu ka vendosur, duke u friksuar dënimit të tij. E treta është skalitja dhe edukimi i vetes. Vetja e njeriu, epshi i tij është i krijuar të jetë një vete e cila kërkon shpërblimin. Kërkon të përmbushë çdo gjë që ai e do dhe pëlqen. Mjafton ta pëlqej dhe ai dëshiron ta realizojë. Po ky nefs i tillë në të lloj forme është i rrezikshëm. Prandaj xheneti Allahu madhëruar arrihet duke u bindur Allahu madhëruar dhe duke kundërshtuar nefsin tënd. فمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Kush u friksua përballjes takimit me Zotin e tij dhe ndaloi veten nga pasimi i epshit të tij, xheneti do jetë në pamimi i tij. Prandaj, përmjet agjerimit në arrim të edukojmë vetën tonë. Dim ta vizitërojmë epshin tonë, që jo është në gjë që epshi na tërret nga gjërat e ndaluara, nga pasionet e shprehuara, ne t'i përgjigjemi. Gjithashtu nga rëndësit është që i pasuri ja di nevojën dhe gjendjen e vështirë të varfrit. Kur i pasuri që i cili çdo gjë e ka të mundshme ose ka të i ofrohet dhe e ka mundësi të arrijë çdo ushqim, çdo pije, çdo gjë që ai e dëshiron, ai e bën. Dhe ka për njerëz që shkojnë në supermarket, në dhe ka rrosën e shkretit, thonë sa e ka që, 20 kile, sa po kënë, po martën i të e le, se këtë kështë në tepër, sa një pëtë, ka raste fletë pa bukë, ka raste fletëtimit pa bukë, e gjëndje shumë e rëmë, nuk ka mund si fletë i lachët, po këtë gjëndje i pasëri, nëse është gjithmonë mirë, në gjëndje të gjithë mirë, a ka mund si ta këtë të barëfëri? Një nga mundësit që i pasuri mund të projektojnë atë që projektojnë i varfri. Dhe Islami të ndërruar vlezër në atë rreth për herë që ne duhet të jetojmë në ndjenjën e tjetrit, me atë ndjenjë që ka dhe tjetrit. Sepse çdo ne jemi më social, më të kujdesshëm për njëri tjetrin. Por ai i cili është i pasur dhe kryemesh dhe s'do ka di për asgjë, po Allahu i mëdhëruar i urren. Prandaj agjerimi e bën të pasurin të kujtojë gjendjen e vështirë të varfërve, që s'ka mundësi të hajnë ose të pinë.
Dhe shto ai bëhet më social, bëhet më bujar, bëhet më ndihmues, më kujdestar për vëllezërit e tij që ata thonë, për të parë. Dhe urtësia e fesë është shërbimi, është shkaqe e përmirësimit dhe shërbimit të trupit njeriu. E përmirëson shëndetin e njeriu. Dhe thojnë dietarët e tefsirit, komentimit Kuranit, ajeti i mjekësisë është hani dhe pini dhe mos e teproni. Allah na fal. Hani dhe pini dhe mos e teproni. Dhe ajeti, ky ajet quhet ajeti i mjekësisë. Dhe thotë profesor Srem nuk ka endë më të keqe që biri i Ademit e kush se sa barku i tij. Prandaj agjërimi është një nga shkaqet që e përmirëson shëndetin e njeriu dhe na mjaftojnë hadithet, argumentet e fesot nga ajo që ka përmendur sot edhe shkenca, që agjërimi është një shkaqe që i përdorin dhe sitaret më të njohura për të smurët e smundjeve të ndryshme që ndikon pozitivisht tek smundjet e tyre për shërimin e smundjeve. Elusi Allahun e mëdhëruar të na mundsojë t'i duam punë të mira, t'i veprojmë me sinqeritet. Allahu na mund të jetë shëndet të plotë, t'i agjërojmë shumë dhe shumë Ramazane të tjera, ne dhe familjet tona, ne dhe dashurit tonë, të dashur vëllezër, le të nxisë të tjerë të agjërojmë. T'ja lexojmë atyre agjërimin, së mos të ditë dimri nga ditë të shkurtra, të freskë. Le të për atyre që më të mirë t'i afrojmë njerëzit në xhamia për t'u falur, për përsaktuar namazin sabah, që është namaz që është pa jetë njëri të shohet dhe hajë së fyri, të përsaktojmë se ka mundësi të reagit, se kohën të reagive shumë këshilla jetën, blidhe muslimanët, njëhen një i tjetëri. Të dashur vëllezër, dohemi ftuhes në të mirën, ftuhes në të mirën, ftuhes në të drejtën, në të vërtetën. Dhe ju inshallah keni shpërblimin e atyre që pasojnë në atë që ju thënisë në të mirën. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة.